Kurani famëlart na tregon dhe na thotë që të kemi kujdes nga një aleancë nga 3 persona të cilët kanë poste politike ose poste udhëhecëse në jetën shoqërore të njerëzve. Ai përshkruan 3 personat më të rrezikshëm në jetën politike dhe shoqërore dhe ekonomike dhe fetare qoftë ajo. Na përshkruan faraonin si një figurë e cila shpalli hyjnin, e shpalli veten si Zot edhe e nënshtroi popullin e tij. Ndërsa si aleat të ngushtë kishte shkencëtar edhe kishte biznesmen, që do me thonë një tiran, një diktator nuk mund të bëj vetë pa një shkencëtar të mirë, pa një grup shkencëtarësh ideologjik apo akademik edhe pa një grup të cilët do të përkrahen dhe do të fuqizojnë pozitën e tij faraonike ose diktatoriale. Ai mori në krahun e gjatë mori Hamanin, i cili ishte një krye arkitekt, një inxhinier shumë inteligjent, edhe ai përmes mençurisë së tij dhe inteligjencës së tij, ai forcoi edhe pozitën e tij në pushtetin e faraonit, edhe pushtetin e faraonit e forcoi ende më tepër. Ndërsa në krahun e majt kishte një person, një biznesmen, i cili e kishte emrin Karun, i cili arriti që të eksploatoj komplet popullin e tij dhe të pi dhe të komplet të shfrytëzoj gjakun dhe gjersën e popullit të tij, që ai të pasurohet, njëkohësisht u afrua edhe me pozitë të lartë edhe te faraoni, i cili e shifte si krah të majt këtë, edhe pse Karuni nuk ishte nga populli, nga fisi i faraonit, ai ishte nga populli i Musait, por ki e sakrifikoi dhe e bëni kurban popullin e tij për të ruajtur karrierën e tij politike, ekonomike, edhe pushtet mbajtëse të faraonit edhe të tij. Mirë po, këta të 3, Allahu xhaleshanuhu qish në këtë dynja i shkatroi dhe i mallkoi dhe i dënoi me dënimin më të dhëmshëm. Andaj kujdes nga kjo aleancë shumë e rrezikshme edhe në jetën tonë shoqërore, ekonomike dhe politike të ditëve të tona. Wassalamu alaikum.